Burri i cili nuk e kuptoi vlerën e gruas. Një djalë i ri u martua me një vajzë, të cilën nuk e donte, dhe për të nuk kishte ndjenja. Në fakt, ai nuk dinte shumë për atë vajzë para martesës, por prindrit e tij insistuan që ta martonin me të. Djaloshi u përpoq ta dashuronte dhe të ishte sa më i afër me të, por të gjitha përpjekjet e tij dështuan. 10 vjet pas martesës, ai vendosi të ishte plotësisht i sinqert me gruan e tij, në mënyrë që të shpëtonte nga faji dhe mëkati që nuk e linin të qetë, sepse gruaja e tij nuk e meritonte një tradhti dhe mashtrim të tillë. Një ditë, kur u kthye nga puna, u prit nga gruaja e tij me drekën e përgatitur. Mirë pa ai e injoroi drekën dhe i tha asaj: "Dua të bisedoj me ty për një çështje të rëndësishme." Edhe pse u ndjej i shqetësuar dhe i brengosur, e vazhdoi fjalimin e tij duke thënë: "Unë ty nuk të dua, dhe ti këtë e di. Para një kohe unë jam njohur me një vajzë, e cila punon me mua dhe dëshiroj të martohem me të. Mirë po, pasi e kam të pamundur t'ju bashkoj të dyjave në martesë, nuk po shoh se ka ndonjë zgjidhje tjetër, përveç se të divorcohem me ty." Ai u befasua kur pa se reagimi i saj ishte plotësisht në kundërshtim me atë që priste. Ajo nuk u zemërua, nuk e ngriti zërin dhe as nuk e akuzoi atë për padrejtësi ose tradhti, por me qetësi, me një buzëqeshje të lehtë i tha: "Unë po pajtohem për divorc, por i kam vetëm 2 kushte." Ai pa menduar i tha: "Pajtohem me të gjitha kushtet e tua." Gruaja i tha: "Kushti i parë është që ta bënojmë divorcin deri në fund të vitit shkollor, në mënyrë që ky lajm të mos ndikojë negativisht tek djali ynë i vetëm dhe në suksesin e tij në shkollë. Kurse kushti i dytë është që të më bartësh në krah çdo natë nga dhoma e ndenjes deri në dhomën e gjumit gjatë gjithë muajit." Burri u pajtua me këto kushte, sepse ishte i gatshëm të bënte çdo gjë për t'i hequr dhe për t'u liruar nga pengesat që i qëndronin në rrugën e martesës përfundimtare me gruan që e donte. Dhe me të vërtetë, burri filloi të zbatoi kushtet që i kërkoi gruaja e tij. Ai e mbart te gruan e tij çdo natë nga dhoma e ndenjes në dhomën e gjumit, kurse ajo ja vinte krahët rreth qafës dhe e puthte me një buzëqeshje të butë. Kur djali i tyre i shite në atë gjendje, ai kërcente nga gëzimi dhe luante me ta. Këto ishin momentet më të lumtura në jetën e tyre martesore dhe familjare. Me kalimin e ditëve, burri filloi të ndjejë diçka të çuditshme ndaj gruas së tij. Filloi të ndjejë emocione që nuk i kishte ndjerë më parë, kështu që mezi priste të vinte në shtëpi për ta çuar gruan në dhomën e gjumit dhe të luante me të dhe me djalin e tyre. Papritur, ai filloi të shmang dashurinë e tij të re, vajzën që punonte me të në të njëjtën kompani, dhe filloi të zhvillojë ndjenja të vërteta ndaj gruas së tij. Kur kaloi një muaj, raporti midis tij dhe gruas së tij ishte krejtësisht ndryshe. Ai plotësisht u afrua gruas së tij dhe gjatë këtij muaji e njohu edhe më mirë. Filloi të mendoj se sa e mrekullueshme dhe e bukur që ishte, dhe u pikëllua shumë për atë që bëri. Por tani ishte tepër vonë. Në fakt, pasi që kaloi një muaj, kur burri u kthye në shtëpi, ishte i pikëlluar dhe po mendonte se si ta qetësonte gruan e tij dhe t'i kërkonte falje. E gjeti atë duke fjetur në dysheme. Ju afrua dhe, pas se ishte shumë e lodhur dhe raskapitur, e pyeti për gjendjen e saj, kurse ajo duke qarë ju përgjigj: "Para një muaji, mjekët më kanë diagnostikuar me kancer dhe më thanë se do të jetoj vetëm edhe një muaj. Për këtë shkak, unë desha ta shtyja divorcin tim derisa të kryhet një muaj, në mënyrë që atë muaj ta kaloj pranë teje, dhe ashtu që ti dhe djali ynë sa më shumë të afroheni dhe të duheni." Pas kësaj, gruaja vdiq, kurse ai mbeti të jetojë vetëm me të birin dhe me pikëllimin e tij të madh. Ai mbeti për t'i shkruar rreshtat e fundit të tregimit të tij të jetës. Unë e humba perlën time të çmuar. Humba gjithçka. Tregimi im, në fakt, është tregim për një burr i cili nuk e kuptoi vlerën e gruas së tij derisa e humbi atë.